nuk ka të bëjë fare me zgjedhjet. Ne si skuadër veprojmë si skuadër, edhe datën e dakordësojmë së bashku. Kushtohemi nga njëri tjetri lidhur me dinamikën e timit, me marrjen e vendimit në gjykata, si dhe me përgatitjen për ekzekutim të masave të sigurimit, sepse është një operacion ndërkombëtar, nuk zhvillohet vetëm në territorin shqiptar, është zhvilluar në territorin italian, në territorin të shtetet të tjera, kur janë gjetur apo bëhen përpjekje, edhe tani që vazhdojnë bëhen përpjekje për të identifikuar, lokalizuar dhe për të lokalizuar dhe kapur antarë të tjerë të grupit, kështu që ajo që është e sigurt është që është një, siç ndodh gjithmonë në skuadrat përbashkëta hetimore, është një datë e dakordsuar me autoritetet italiane. Edhe me Eurojust. Edhe me Eurojust, se dua të harrova të them dhe Eurojust, secili është pjesë e rëndësishme e gjithë procesit.